Përshëndetje, jam Zana. Ashtu siç në Shqipëri, edhe në Kinë ka ardhur pranvera. Në fakt, këtu po zhvillohet një festë madhështore lullesh. Nga veriu në jug, nga lindja në perëndim, në 4 anët e vendit, lullet që qelin kuto e kanë mbulluar tokën me një tapet të shumë ngjyrshëm. Lulle pjeshke, lulle qershie, lulle dardhe, tulipan, pozhure, zambak, mimoza, trëndafill e të tjera. Në ajër po qarkullojnë aromat përzjera që përhapen në përflad. Në këtë pranverë mahnitëse, njerëzit po dalin jashtë për të shijuar bukurinë natyrore. Të dashur miq, nëse doni të vini këtu për të përjetuar këtë stinë mahnitëse, ju propozoj një destinacion që nuk duhet të mungoj, i cili është provinca Yunnan e Kinës jugperëndimore. Këtu lullet janë lidhur ngushtë jo vetëm me bukurinë, por edhe me jetën e miliona banorëve që punojnë mbi 130.000 hektar tokë. Vetëm një treg lullesh në kryeqendrën provincës Kunming mund të presë mbi 350.000 vizitorë në ditë. Ky është tregu numër 1 në Azi dhe i dyti në botë pas Amsterdamit të Hollandës për shitjen e lulleve në ankant. Në qendrën tregtimi në ankant, tregtarët blejnë me shumicë më shumë se 1.500 lloje lullesh të freskëta dhe për ditë mbi 7 milion lulle ushqiten këtu klientëve vendës dhe atyre nga më shumë se 50 vende dhe rajone të botës. Këtu lullet e freskëta janë jo vetëm një banket për sy, siç thuhet në mënyrë të fikueshme, por mund të shndërrohen vërtet në ëmbëlsira e ushqime të tjera të shijshme. Po të vini këtu, mos harroni t'i provoni. Jam e sigurt që nuk keni për du zhgënjyer. Një tjetër destinacion është rajoni autonom i Xinjiang Ujkurit. Fal kushteve ideale klimatike, këtu rriten shumë mirë trëndafilla e Damaskut, që hyn në Kinë nëpërmjet rrugës së Mëndafshit që në lashtësi. Tani, ashtu si në Bullgari dhe Shqipëri, edhe këtu trëndafillat janë bërë një thesar i turizmit ekologjik, si edhe një përpërës për të prodhuar produkte të shumëllojshme. Të dashur miq, çfarë po prisni? E jani në Kinë për të lërë një takim romantik me lullet. Mirëardhëshi!